kompani fiktive për shmangjen e tatimeve i shkaktuan shtetit dëm 45.5 milion lek. Prokuroria e Tiranës dërgon 4 persona në gjyq. Prokuroria e Tiranës ka përfunduar hetimet dhe dërgoi në gjyq 4 persona: Sergio Mahmutaj, Zenel Ruzaj, Endi Stafa dhe Panajot Kosta, pasi akuzohen se i shkaktuan shtetit dëm 45.5 milion lek. Sipas organit hetues të pandeurit, kanë krijuar 3 subjekte tregtare për të kryer veprime fiktive importi në favor të tregtarëve të ndryshëm me qëllim shmangjen e detyrimeve tatimore dhe furnizimin me mallra pa faturë tatimore. Prokuroria informon se Sergio Mahmutaj ka përdorur marrëdhënien e tij të besimit me 3 individ të tjerë për të ngritur subjekte biznesi në emër të tyre dhe për t'i përdorur si mjete për të realizuar aktivitetin e palishëm. Ai ka përdorur metoda të ndryshme për të shmangur tatimet dhe taksat, ndërkohë që 3 shtetasit e tjerë të akuzuar për veprën penale mos kallëzim krimi fillimisht kanë vepruar në mirëbesim, por më pas kanë pranuar pagesa mujore dhe kanë pranuar hapjen e kompanive në emër të tyre. Këto subjekte kanë kryer një qarkullim në vlerën 303.781.520 lek, duke rritur shpenzimet për të ulur normën e tatim fitimit në vlerën 25.567.228 lek, vlerë e cila konsiderohet si dëm ndaj shtetit.